Në një bisedë që patëm me turistët aktual në qytetin e Ulqinit, ata shprehen jo vetëm besimin e tyre për qytetin, por edhe faktin se janë vizitorë të rregull që çdo vit rikthehen për pushime. Megjithatë, krahas vlerësimeve pozitive, ata ndanë edhe pakënaqësitë e tyre. Sipas tyre, pastërtia në disa zona nuk është në nivelin e duhur, gjë që lidhet kryesisht me fluksin e madh të vizitorëve dhe mbi ngarkesën e mbetjeve urbane. Sidoqoftë, në fund të bisedës tonë, të gjitha këto vërejtje u zbuten nga dashuria dhe lidhja e tyre fort për Ulqinin. Nuk është era parë, vit që 9 vjet në Ulqin, qëndrojna qysh kena kohë. Tash për momentin 6 ditë, më herët qëndrojshë 10 ditë. Se çdo vit ktheheni në Ulqin? Se di unë për veti po folja kom një farë sigurie këto, dhe qysh pak ma mirë, edhe uji është i mirë, njerëzit janë një shqiptarë këto, që folin shqip. Cila do t'ishin disa kritika, me qenë se vjen çdo vit, cila do t'ishin disa kritika që do jepje Ulqinit? Nuk kom pa një farë kritikë dhe qka vetë si vjetë që kanë botë që topë nësë me dalë kënina pa majicë normal në këj vend turistik, apo din, unë me dalë vend turistik, me dalë pa majica kënina një farë denimi dhe shka, kom letëzu u konë. Po sot kom marrë sefte, po është njerës asë njonë se kom po kënina që kanë dalë pa majicë naltë. Një rregull i ri. Po një rregull i ri që kjo. Nga cili qytet vini? Vi nga qyteti Suarekës. Jetonin Suarek? Jetonin në fshatin Papas. Si po kaloni në Ulqin? Mirë, perfekt. Sa kohë keni që keni mbrej? Jem dita e tretë sot. Vini shpesh në Ulqin, është destinacioni juaj i përviqëm? Për herë të parë jem të ardhen në Ulqin. Po çfarë përshtypjesh ju la ky vend? Po ambienti, kjo plazha, kështu që mirë po kalojmë, është dita e tretë, të shohim. Na thuaj cila do t'ishin disa kritika? Për momente nuk di me la. Vesa jem ardhen, të shohëm tash ndërkohë. Po ku qëndroni më shumë, tek plazhi i vogël apo tek i madh? Jo, te plazhi i vogël. Po, këto jem stacionu mirë. Nga cili vend vini? Nga Kosova, Viti. Turistët u shprehen se pavarësisht mangësive, qyteti mbetet një nga destinacionet e tyre të preferuara, fal bukurisë natyrore, mikpritjes së njerëzve dhe traditës së pasur që e karakterizon.